Kualifikimi për herë të parë në play-off të botrorit nuk i ka mjaftuar kombëtares shqiptare që të ngjisë shkallët në renditjen e FIFA-s. Fitoria me Andorrën ka sjellë pikë minimale të cilat janë neutralizuar nga humbja në shtëpi ndaj Anglisë. Kësaj kuqezin kanë humbur 0.27 pikë në krahasim me renditjen e një muaji më parë dhe kanë rënë nga vendi 61 në atë të 63. Ndërkaq bie në sy se Kosova ka vendosur një rekord të ri të saj pas fitores ndaj Slovenisë dhe barazimit ndaj Zvicrës, që e shtyn drejt kualifikimit në play-offin e botrorit. Gjithashtu, tashmë ajo është 4 vende më lart në klasifikimin e FIFA-s duke u pozicionuar e 80-ta. Klasifikimi i muajit nëntor në FIFA është ai tek i cili do të bazohen shortet për play-offin e botrorit, por edhe për fazën finale të tij. Ashtu siç dihet, renditja e FIFA-s për zonën e Europës mban Shqipërinë në vazhun e tretë në short, që do të thotë se do të luajë jashtë fushën ndeshjen e parë gjysmëfinale në play-off.